për me bloku kuvendin në shtëpi me votu kandidatën e tyre për parlamentare? Sot jesh përgjigj, pra përfaqësuesja jonë, tesës se zotit Dehari, time kadria në kryetare aleancës ka qenë, deri tani ju kem përgjigj çdo ftesë kësaj natyre, besoj antarmen tim jana përfaqëson neve, është në rregull që të konsultohemi, ndja keq që s'po ka mirëkuptim edhe nga VV, që mu gjetë një mënyrë me kalu prej kësaj situate, pra ne jemi të interesuar që të zgjedhet kryetari i kuvendit, nën kryetar të konstituohet kuvendi. Po ai në që me arrit një marrëveshje politike me ta që shpërtojnë për me votuar Lena Axhiun. Po deri tani betejë politike nuk është zhvilluar asnjëherë për kryetarin e kuvendit edhe konstituimin e kuvendit, që dini betejë fillon me konstituimin e kuvendit për qeverinë, qëndrimet tona sa i përket qeverinë që i dini, jemi për qeverinë e opozitës, sa i përket konstituimit kuvendit jemi të interesuar, pra përsëris edhe një herë, ashtu si kemi qenë të interesuar që të kalohet edhe ajo blokada me votën për prezencën, ose raportin për prezencën, jemi të interesuar të kalohet edhe kjo. Nëse vetë vendosje zgjidhje tjetër, ta shohim si do të ecim matutje, po megjithatë mendoj se do të ishte në interes të tyre që të propozojnë ndonjë kandidaturë unifikuese edhe të kalon ky bllokim. E nëse nuk të ligjën, e propozojnë të thonë një. Po, tani ne jemi të interesuar që të konsultohemi si opozitë, pra si të ecim përpara, nuk është një gjendje e mirë me mbajtë kështu Kosovën. Kuptohet, muj me diskutu kush e ka përgjegjësinë, kush e ka fajin, të gjitha faj vjen mbi atë që s'ka shumicë. Pa se ka shumicën, si ka votat, edhe nuk jep ndonjë opcion bashkëpunimi. Pa bashkëpunimi nuk është vetëm bën si të them unë, nëse ju duhen votat tona, atë duhet me bashkëpunu. Nëse të premtën sërish se do të ambjal Lena Axhiun, do ta votoni ajo të premtën? Nuk e di përveç, nuk e di. Ne qëndrimin e kemi rreth saj, mbetet jo, po është një situatë jo e mirë dhe na duhet me pasim edhe për matutje. Mr. Aradinaj, nëse vëpës se ka shumicën dhe ju besoni kështu, se votoni kryetarin e kuvendit që po e propozon, do të hynë afatet të jenë se kushtetuese për formimin e qeverisë. Në princip, ajo ka qenë logjika, zonja Axhiu nuk është një kandidaturë unifikuese, vetëm aty është pa dallimi. Po logjika jonë ka qenë mos më ndalë të kryetari i kuvendit ose qëllimi ynë, po kandidatura është jo unifikuese dhe ajo po na pëlqen. Ju I keni propozuar dy emra, por nëse propozohet Ezam Fatmi Limaj, e votani? Nuk besoj që merr votën e aleancës. Zotja Aradinaj, po një të propozohet të opozitës që do të votohet, profetori i kuvendit do të shkohet zgjedhje. Zgjedhjet e duhet përmend vazhdimisht, edhe është një zgjidhje aty. Ja, kjo ideja me kurzu votën se nëse s'na votoni ju çojmë zgjedhje, edhe për me shku zgjedhje duhet dakordimi i opozitës. Pas mu shpërba kuvendi pa votën e opozitës. Pas si ka me dërgue dikush Kosovën zgjedhje që ka vetëm 57 vota. Pas ka ma shumë fuqi se aq. Kjo është një farë ashtu për ata që e blejnë këtë blok e përdorin. Por unë jam interesuar, ju dini edhe për blokatën e parë, kombajt një qëndrim bukur insistues që të gjinet formula mos me undalë konstituimi i kuvendit, jam interesuar me u konstitui kuvendit edhe kësaj here, pa edhe me kryetare nën kryetar, nuk po dëshirojmë me unda nga, ose nuk dëshirojmë me unda nga opozita, por nuk është një situatë e mirë, ne do ta gjejmë një dalje nga kjo gjendje. Ju faleminderit media.